po i rrit shtesat, po e shpërndan pushtetin, po jo dhe drejtat. Punëtori në Kosovë sot nuk po jeton ma i sigurt. S'ju ka rrit siguria shërbimeve shëndetësore, nuk është rrit cilësia arsimit, cilësia banimit është ra në kuptimin sepse është mazër me blesat se ma heret, pra shporta konsumatorit është trajtu, edhe kjo është e vërtet që në një aspekt ka një mund, po këtu tjirat janë të pamjaftueshme. Pa pas beteja dhe kauza, dhe mbi gjitha është një që kur zut mi harru. Beteja, themra e akilit të pushtetit kurtit është demokracia. Deri sa t'i bindin popullin e Kosovës, që me qasje që kapen institucionet e pavarura, që pam që i kapen bordin e RTK-s, bordin e KPM-s, bordin e KPK-s, krejt në aksham pazar. Ma vonë kemi mja pa shere. Sot nuk duket kur gjohë, sa ata thojnë, po edhe PTK-ja ka kap, tash edhe kurti pi kap. Amo kur të shohim vendimet e ty në ditëve të vazhdime, javëve në vazhdime, viteve në vazhdim, njerëz kam i kuptu. Kurti nuk është shpejt në opozit. Unë kisha pas qef me s'mardh, heshajnë pushtet. Unë kam dalë kur ai ka qenë në opozit. Amo përbes, këta që jenë të ju thonë shpejt e shpejt, veç jenë të e rritë kurtin. Se mirëm ja bo një bilans vetit njëri. Po thu kom e rëzu kurtin çdo vjetë, çdo 3 muaj, e mandin mandatin e parë. Edhe nashta ki drejtë, shpreson, e punon, e ki sinqert. Kalojnë 6 vjetë, kalojnë 3 palë zgjedhje. Bilanci në fond të zvoglu, ajo rritë. Thu ka dalë, ta rimendoj vetën. Qysh është e mundshme që me strategjinë e njëjtë opozita po mendojnë që merr kurti ma pa? Qysh ka me qenë strategjia këtu në zgjedhjet PSD-s? Po nisëm soi një shtrim këtë Kosovën, qysh kemi me funksionu? Komunikimi jonë ka me qenë 2 rrafshe. Fizik me njerëz, po jo në tubime klasike, për 2 arsye. Edhe për shkak të mungesës të madhe të organizimit që ka partia, po edhe për shkak se unë besoj që është shumë gabim me vazhdu shablan. E pa ta shkru një status kur se harroj në 10 orë, po ma shumë në shkurt. Mos hini ngaren kush e ka tubimin ma të madh me kurtit. Qartazi kurti është... E po, këtu e pajton. A mo e shkruva. Po. Dhe tash po du mund, na duhet me kuptu kështu si Parti Social-Demokrate. Dhe unë besoj që kemi kuptu. Cila është fuqia jonë më e madhe? Kreativiteti, morali, ideja, qëndrueshmëria, mençuria, rrjetet sociale, takimet individuale, paraqitjet mediatike. Unë s'kam parë shumë, kur po thamë në Partia Social-Demokrate, nuk ka sot, nuk kemi organizat madhe, dhe unë tash kishim mujt na me vendos një strategji, mu shit thu që jemi të mëdhaj. Nuk jemi të mëdhaj. Gara jonë është garë me hinë kuvend. Nuk vimi thonë qytetarët Kosovës, unë ko me hinë kuvend, veç apo më voton ti. Jo, po të lut na voton për me hinë kuvend. Ko me komuniku me ty. Unë shkruj, tash unë për një me, shkruj ma shumë se nështë aktualisht 100-200 veta në ditë në rrjetet sociale komunikoj direkt me njerëz të në kohën, përveç këtyne që bojnë komente, bojnë like. 100-200 ditë, këtu ditë. Janë, e këshyra para se me arë në mision për arsye tjera, janë 370.000 përdorus të Facebookut, accounted, se ti e din që mundet me të këshyri njëti 2 herë, që mrena 28 ditëve më kanë vizitu. Do unë janë 370 veta potencialisht, në i kush i ka 2 accountet që kanë vizitu. Janë mbi 500 veta që kemi komuniku vesh në javën e fundit, 28 ditë e fundit, mujnë e fundit, direkt komunikime. Shumë për tyne dhe i takojmë asë, do antarësohen, do japin veç mbështetje. Që kjo është forma që jemi të e bo të gjithë kandidatët... Cëllë është interesimi njerëzë që për të shumë darë një zënërat e re, po flasëm për zënërat e re, cëlla mosh është, cëllë është target ju i si PSD? S'kom target të moshës as gjinis, as të rajonit, është të shtrime përgjithsisht gjithka, madje edhe në diaspor. Kryesisht munda me nda 2 kategori, ose nështë 3, po të pak naqen me opozitën, pra që njën të pa përfatësum nga opozita, të zhgënjym me kurtin, ka edhe pi kurtit të zhgënjym që aty po në rohën ka pa, pra të zhgënjym po s'jen kur gati mu këthy të opozita tjetër, pra mundë mos me votu heq, mundë ne kush me na votu neve, mundë po jo me votu tjetër kon. Edhe ka normalisht 3 që s'kan votu për asë kanë dhe jenë për herë të parë. Takova një djallë dje, i Vitis, i fshatit Vërban, 18 vjeqar, studioj ke juridik,
ish marrë me politikë shumë më ti, ish përcjell politikën një veç të brendshme dhe të jashtmen, folke